Sot në datën 6 mars, në fillim të pranverës, Lëvizja Bashkë është e para parti politike që depoziton në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të gjithë dokumentacionin për të regjistruar në zgjedhjet e 11 majit. Do të jenë 186 kandidat të Lëvizjes Bashkë, të cilët do të kenë me vete firmat e mbi 5500 qytetarëve të Republikës Shqipërisë që na ka dhënë mbështetje për të hyrë në këto zgjedhje. Lista e kandidatëve të Lëvizjes Bashkë ka për të qenë dora në zemër më e mira e këtyre 30 ca viteve që ka depozituar një parti politike, më e mira në terma moral, në terma politik, në terma intelektual dhe në terma të përfaqësimit të grupeve më të rëndësishme shoqërore. Në listat tona të zgjedhura demokratikisht nga antarësia e Lëvizjes Bashkë kanë për të bërë pjesë pedagog, intelektual, përfaqësues të pensionistëve, të punëtorëve, të sipërmarrësve, të rinisë, të gjitha këto shtresa shoqërore që përbëjnë grupet më të rëndësishme dhe më produktive të shoqërisë sonë. Lëvizja Bashkë në muajt e ardhshëm ka për të bërë fushat gjithandej nëpër Shqipëri. Do të trokasim jo vetëm në dyert e shtëpive të qytetarëve, por edhe në dyert e zemrave të çdo kujt që kërkon që vendi ynë të bëhet shumë më i mirë nga çka qenë deri më sot. Kjo ka për të qenë fushata më e thellë në përmbajtje dhe ide, më modeste në mjete financiare dhe më e bukur në mënyrën se si ne do ta shprehim atë. Lëvizja Bashkë përpos shumë virtyteve tjera e ka edhe autenticitetin politik. Më lejoni në fund të kësaj deklarate time që t'ju prezantoj me disa nga kandidatët kryesor të Lëvizjes Bashkë në këto zgjedhje. Sigurisht nuk kemi mundësi që në këtë komunikim publik t'i prezantojmë një nga një të gjithë, por gjithsesi në faqet e Lëvizjes Bashkë kam për të prezantuar të gjithë kandidatët tanë me të gjitha virtytet e tyre qytetare. Kësaj do më lejoni që ta nis prezantimin nga kandidati i parë në listën e qarkut Tiranës, që ka për të qenë aktivisti, pedagogu dhe inxhinieri Redi Muçi. Tani rregullohu vlla. Okej. Unë dua t'i ftoj të gjithë qytetarët e Tiranës dhe të mbar Shqipërisë që të shohin listën përfaqësuese të Lëvizjes Bashkë. Unë dhe të gjithë ne jemi krenar për gjithë ata që kanë pranuar të përfaqësohen Lëvizjen Bashkë në këto zgjedhje. Kjo sepse e jona nuk është aleanca e maskarejnëve dhe e analfabetëve funksional për të rrëzuar maskarajnë. Angazhimi im politik është një model i ri që ne synojmë të sjellim në politikën shqiptare. Ky nuk është më modeli i dallavereve, i allizhverisheve dhe i blerjes së mandateve të deputetit, por është modeli i vendimarrjes demokratike, i përfaqësimit dinjitetshëm dhe të konsideruarit detyrë të asaj pozite që do na caktoj elektorati shqiptar. Ky është modeli i kauzave të përbashkëta si brenda, ashtu edhe jashtë Parlamentit shqiptar, si para, ashtu edhe pas ditës së zgjedhjeve. Ky është modeli i kontaktit të drejt për drejt dhe të përditshëm me gjithë qytetarët e Shqipërisë. Kjo është Lëvizja Bashkë dhe ky është përfaqësimi ynë politik në zgjedhjet e 11 majit. Ju faleminderit. Të jap Mireles, po të bëj dhe një prezantim. Ti mbaj shumë dorën ndërkohë që do japun pastaj jap Mireles. Drejtuesja e listës kandidatëve të Lëvizjes Bashkë në qarkun e Fierit ka për të qenë sekretarja organizative e Lëvizjes Bashkë, antarja e Këshillit Bashkiak Tiranës dhe sociologja e punës Mirela Ruko. Kandidimin ton në këto zgjedhje shoh si një mundësi për të çuar përpara ide, kauza dhe mbi gjitha një perspektivë të re për vendin ton. Gjithmonë është bërë pyetja se kush do e bëj vendin ton, kush do e ndryshojë atë, kush do e transformojë. E para është nevoja për transformim që na bën dhe ne të kandidojmë, dhe së dyti ne japim përgjigje pyetjes se kush mund ta bëjë atë. Në Lëvizjen Bashkë ka djem dhe vajza, ka burra dhe gra, të cilët janë të aftë dhe janë të gatshëm të japin më të mirën e tyre për transformimin e vendit ton, sepse vendi jon është marrë peng nga një grup politikanësh të cilët e kanë parë interesin e tyre dhe interesin e oligarkëve si parsor para interesit të popullit. Unë jam Mirela Ruko, do të kandidoj në qarkun nga vidhe vet, ku kam lindur dhe ku kam mësuar hapat e mi të parë dhe me të njëjtin premtim që kam bërë 11 vite më parë, që do të jem e gatshme dhe do të ja dedikoj jetën time popullit tim duke bërë më të mirën çdo ditë jetës time. Ose kemi të artani.
Kam kënaqësinë po ashtu të prezantoj përpara jush drejtuesin e listës kandidatëve për deputet për qarkun e Durrësit nga Lëvizja Bashk. E kam fjalën për arkitektin, urbanistin dhe aktivistin shembullor Artan Kacani. Falenderojmë qytetarët e Durrësit për mbështetjen gjithë këto muaj të vazhdueshme në sheshe, në rrugica të ndryshme, në bashkëbiseda që kemi shkëmbyer për një të ardhme më të mirë të Shqipërisë. Ashtu si na kanë mbështetur bashkëqytetarët e Durrësit, ashtu shpresojmë ta mbështesin deri në 11 maj. Është një shpresë e cila është e kalitur mbi vjedhjen e vazhdueshme në 30 vite, mbi betonizimin që na ka marrë frymën, na ka marrë jetën të ardhmes dhe të shërbimeve publike, të shërbimeve që lidhen me drejtën e strehës, të transportit, të arsimit dhe të një jete më të mirë, të një jetë të gjithë atyre që jetojnë në këtë vend dhe të gjithë atyre të cilët kanë ndërtuar një perspektivë jashtë këtij vendi. Ftojmë gjithashtu dhe diasporën e shumë që është në qytetin e qarkun e Durrësit, na mbështesi atë bilet të kthimit të shpresës që e ka bërë para 40 viteve, ta rikthejë në vendin e Shqipërisë, për një dinitet më të mirë për këtë shoqëri. Keni deklaruar se jeni pro listave të hapura. Fatkeqësisht nuk u realizuar, ashtu siç keni kërkuar ju dhe shumë parti tjera politike, po do ta respektoni kuotën, keni gjetur një mekanizëm për të qenë në garë 100% të hapur, ashtu siç ndoshta kanë menduar edhe partit tjera në garë. Kodi zgjedhor lejon vetëm pjesërisht listat e hapura dhe ne do respektojmë ligjin dhe kodin zgjedhor, pavarësisht se nuk na pëlqen. Çdo mekanizëm tjetër është mashtrim për qytetarët. Ne nuk i mbushim listat me kushuri, teze dhe halla, që të themi njerëzve pastaj na votoni ne. Ne kemi 186 kandidat, 1/3 e cilëve është në listën e mbyllur, pjesa tjetër është në listën e hapur. Çdo kush që do të fitoj si kandidat i Lëvizjes Bashk ka për të fituar brenda ligjit dhe brenda vullnetit të qytetarëve dhe të anëtarësisë Lëvizjes Bashk. Cila është përfaqësia që do të futeni në këtë garë? Ai ka le të themi në qarqet kryesore të vendit? Të gjithë kandidatët e Lëvizjes Bashk janë ose aktivistë ose qytetarë të afirmuar në profesionet dhe në jetën publike. Kemi përfaqësim të gjitha shtresave shoqërore, nga përfaqësuesit e intelektualëve, sigurisht, të rinjve, të pensionistëve, të bizneseve të vogla, të punëtorëve, të çdo kujt që jeton në këtë shoqëri me dinjitet, me punën dhe me sakrificat e veta. Unë kam prezantuar një pjesë të kandidatëve tanë, sigurisht nuk i prezantoj të 186 këtu, por mund ta filloj ndoshta me 3 kandidatët e 3 prej qarqeve kryesore që do prinë listën e Lëvizjes Bashk. Në Tiranë ka për të qenë pedagogu dhe inxhinieri Redi Muçi, në Fier ka për të qenë sekretare organizative e Lëvizjes Bashk dhe sociologja e punës Mirela Ruko, në qarkun e Durrësit ka për të qenë i pari i listës tonë pedagogu dhe urbanisti Artan Kacani. Nga dorë nëpër Shqipëri, ne do të kandidojmë dhe do të bëjmë fushat reale, do të bëjmë fushat për të bindur sa më shumë qytetar se emri ndryshimit është Lëvizja Bashk. Garoni për herë të parë në zgjedhjet parlamentare, jeni besim plot se do arrini rezultatin e dëshiruar për të futur në sistem në parlament dhe pse nuk zgjodhët të ishet në një koalicion me 2 partitë e tjera, të cilët ja u kanë shtrirë dorën e bashkëpunimit Nisma Thurje dhe Adriatik Lapa e Shqipëria Po. Lëvizja Bashk beson plotësisht në forcat e veta, beson plotësisht e qytetarët shqiptar dhe ne besojmë që do të kemi mbështetje të jashtëzakonshme nga qytetarët si Lëvizja Bashk. Ne sigurisht që kemi aq shumë respekt për qytetarët, për të vërtetën, për drejtën, për moralin, saqë të mos pranojmë ftesa hipokrite për bashkëpunim, të mos përlyejmë veten tonë me njerëz cilët në jetën e tyre janë turpruar duke qenë pjesë apo bashkëpunëtor të partive të vjetare të korruptuara, apo njerëz dhe parti që shpenzojnë në mënyrë marramendse dhe askush nuk e di se ku i gjejnë parat edhe cilat forca të errta i mbështesin. Në zgjedhjen e 11 majit ka për të pas vetëm një alternativë morale dhe të drejtë dhe të virtytshme dhe autentike në fletën e votimit, ajo ka për të qenë Lëvizja Bashk dhe mbesoni do të habisim gjithkënd me rezultatin tonë. Ju vetë ku do të garoni dhe i sati jeni në listë? Unë do të kandidoj në qarkun e Tiranës, do të jemi dyti në listë pas Redi Muçit. Faleminderit. Faleminderit ju. Suksese. Faleminderit.